palosura prej dy palëve? Në fakt, fjala e ministres së jashtme të Kosovës, zonjës Gërballa, ishte dominuese në të gjithë argumentat e saj, ishte një fjalë e fortë përpara Këshillit të Sigurimit, që shumë pak njerëz mund ta kundërshtonin në argumentet dhe në mënyrën se si u dha. Prandaj mendoj që kjo është fitoria e parë që në këtë mbledhje të rregullt të Këshillit të Sigurimit, kur shikohet veprimtaria e UNMIK-ut dhe ngjarjet në vazhdim. Për mendimin tim dua të them, përveç këtij suksesi që midis dy ministrave të jashtëm, ministri joni i jashtëm zonja Gërballa diti të artikuloi shumë mirë, ndoshta ishte më e fortë, por bëri mirë edhe duke goditur edhe shtetet kryesore që janë antare të mbajtjes së vetos si Kina edhe Rusia, për treguar që Republika e Kosovës tashmë është një vend i cili meriton të jetë jo vetëm në kontinentin europian si barabartë me të tjerat, por treguesët e funksionimit të shtetit demokratik dhe ligjor janë më mirë se edhe shumë vende të tjera që kanë një jetëgjatësi më të gjatë. Dua të them 3 gjëra që ishin të rëndësishme për mendimin tim. Në radhë parë, ju e përmendët edhe vetë, insistimi i delegatit të Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk ka nevojë për zgjerimin dhe vazhdimin e UNMIK-ut, që është një nga çelëset e mbylljes së rezolutës 1244. Në këtë kuptim i pret krahët edhe Serbisë me pretendimet e saj nacionaliste për ta rikthyer kur të krijohen kushtet e nevojshme çështjen e Kosovës në Këshillin e Sigurimit. Prandaj mbyllja e UNMIK-ut dhe ashtu siç është autoriteti plot i veprimtarisë një republike sovrane të lirë, të pavarur, multietnike siç është Kosova, të qëndrojë nën kujdestarinë të Bashkimit Evropian, që është vend i interesuar. E dyta që ishte tepër e rëndësishme për mendimin tim ishte delegatja e Britanisë së Madhe, e cila insistoi në 2 gjëra. Mbështetjen për mbylljen e misionit që tashmë ka mbaruar, edhe OKB-ja duhet jetë dhe të funksionojë me logjikën normale kur misionet mbarojnë atë mandatin e tyre, realizojnë qëllimet që kanë, atëherë nuk mund të vazhdojmë përjetësisht, pavarësisht se vendet të interesuara kërkojnë që t'i mbajnë ato, dhe së dyti kërkojnë nga gjithë shtetet anëtare të OKB-s një njohje masive të Kosovës, duke thënë sepse njohja e Republikës Kosovës do të jetë një faktor determinues për realizimin e paqes në një rajon të brisht siç është Ballkani Perëndimor, sepse nga njohja e 2/3 të anëtarëve të OKB-s do të kemi sigurisht një presion të madh ndaj Rusisë e Kinës, të cilët në një farë mënyre bëjnë veton për mos njohur Kosovën si subjekt i barabartë në drejtën ndërkombëtare. E vetmja gjë që u diskutua, që ndoshta nuk pati një shije të funksionimit të shtetit, ishte impasi që ka ndodhur këto 6 muaj për mos qeverisjen e vendit, kur